Pa Mesin, Argentina nuk do ishte fare në këto nivele. Jemi qartë në gjithë idenë, sepse Messi është 40%, mos 40% e ula pak, është edhe më shumë në këtë skuadër për shkak të aurës që ka, për shkak të nivelit që ka, të emrit që ka, por jo vetëm kaq, sepse emrin e ka dhe Cristiano dhe ka emër shumë të fortë, emër shumë të fuqishëm, por performon dhe në fush. Dhe për më tepër tek Argentina unë shoh një kimi që është jashtëzakonisht e rëndësishme për një skuadër që ka një kohezion, që është ndërtuar në momentin kur ky ekip fillimisht fitoi Copa American, sepse përpara se të fillonte ky kalorimi i rëndësishëm i Argentinës, Argentina po dështonte edhe në botror, po dështonte edhe në Kupën e Amerikës, duke mos fituar dot. Kujtojmë që ishin mos gaboj 2 apo 3 finale të humbura. Ishte një moment pas një finale të humbur me Kilin, dhe ai është momenti që për mua ka bërë ndryshimin. Argentina finale në Kupës Amerikës me Kilin dhe Messi deklaron që nuk do vijmë përfaqësuese. Pra duke sigur jam i mallkuar, duke sigur në këtë skuadër nuk po arrit dot sukses, dhe ishte aq i dëshpëruar pas asaj finale të humbur të Copa Amerikës, tha që nuk do vijmë në përfaqësues, ishte deklaratë shumë e fortë, por ai e tha në mënyrë emocionale. Ardhja e Scalonit, që i trajner pa përvojë, por një trajner që e kuptoi shumë mirë çfarë do një përfaqësuese, bisedat me Scalonin rikthyen Messin. Kur fituan Copa American e parë, që fituan atë finale në mos gaboj ka qenë më njëherë pas Covidit e luajtur në Brazil dhe fituan po kundër Brazilit në finale, aty filloi ndryshimi. Kjo skuadër u rrit besimi, kjo skuadër kuptoi që mund të shkojë larg, dhe pastaj mbi të gjitha kjo skuadër ishte e gjitha në shërbim të Messit dhe jo vetëm nga ana futbollistike, se patjetër që ti do jesh në shërbim të një futbollisti që ka 8 apo sa topatar të ka, por edhe nga ana njerëzore, pra Messi ishte lider dhe shokët e skuadrës e duan, dhe kjo është ajo që bën diferencën. Se si futbollist mund ta duash këto, pra nëse një lojtar ka cilësinë fush, edhe nëse nuk është në thonjse një djalë i mirë, ti e do sepse të ndihmon në fush. Por Messi ka të dyja, e duan shumë si personazh, e duan si njeri, e duan si një shok, dhe mbi të gjitha e duan si kapiten dhe pastaj në fush nuk ka si mos ta duash Leo Messin. Dhe kjo kuptohet tek Argentina. Fitoi botrorin, fitoi një tjetër Copa America, pra si ndryshoi situata nga një skuadër me Messi që po deklaronte largimin nga përfaqësuesa, vim tek një skuadër që ka fituar 3 trofe, pa llogaritur një finalissima që është trofe i vogël, një finalissima që fitoi. Dhe janë 4 trofe me përfaqësuesën dhe po të shohësh, ndoshta nuk është ekipi më i bukur për tu parë, por është një ekip që lufton për çdo centimetër tokë dhe unë e shoh absolutisht pretendent, jo vetëm për shkak të Messit, por për shkak të vetbesimit që i ka dhënë titulli kampion i botës fituar, sepse kur del kampion botë jep shumë vetbesim dhe shoh që edhe Messin, nëse më lëm shumë shkurt tani, shoh Messin që para 4 vitesh, ashtu si e logjikoj unë në